Në Dragodan përkatësisht mbrapa shkollës Model, për shkak të mungesës së kontenierëve, banorët shfrytëzojnë hapësirën për rreth për t'i hedhur mbeturinat. Dërsa pa kohë më parë, komuna e Prishtinës ka pastruar një pjesë të mbeturinave, por si duket kjo nuk zgjati shumë, pasi që me kthimin e mbeturinave është kthyer edhe kundërmimi. Dërsa sipas banorëve, këto mbeturina po i hedhin ata që po e bëjnë renovimin e banesave dhe po i hedhin në këtë pjesë. Afrim Lushaku, banor në këtë lagje, tha se komuna e Prishtinës ka premtuar që do të pastrohet kjo pjesë e mbeturinave, mirë po asgjë deri tani nuk është bërë. Me këta burllog këtu, shumë po na pengon, ka herë të keqe, bojnë dezje, vitin e kaluar komuna ka tentuar diçka me bë, po me një farë hisyve, sa mos me thonë se gjoja po punojmë diçka. Veç mundi me po vetë, shka është ka bohet, për çdo ditë bin, nuk di me çfarë kompetenca, kush e bëna, çka e bëna. Dërsa banori tjetër në atë lagje, Gjevdet Jashari, sipas tij tha se atë pjesë e deponisë me burllog do të ishte më mirë që komuna ta bënte park për fëmijë. Ka kundërmim aty, mirë po ka edhe fëmija shumica lujnë. Ma më mene që ajo duhet të mo eliminu prej atyhet, ma mirë është mo kriju një kopsht për fëmijë, sësa një deponi ku fëmija aty. Ka shumë, zakonisht isha 10-15 fëmijë të lujtë aty. Habib Qorri, shef i shërbimeve publike, tha se komuna ka bërë plan për ta pastruar atë deponi të madhe me mbeturina, mirë po ai theksoi se qëllimi është ta kthejnë Prishtinën në sipërfaqe gjelbëruese. Këtë ndërtim që duke ndodhur në qytetin Prishtinës, mbeturinat janë duke u hedhur në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe kjo duke na sjellur të lashe jo vetëm ne, por edhe ndërmarrjes pastrimi, për arsye se thjesht në gjitha pikat e kontejnerëve